Jemi kthyer sërish drejt për drejt me edicionin orës 15 këtu në televizionin kombëtar Klan News. Jemi fillimisht me kryetitujt. Kryeministri Rama nga Izraeli tha se mbështet zgjidhjen me 2 shtete, por me Hamasin duket se nuk ka zgjidhje, duke i cilësuar anëtarët e kësaj organizate nazistët e shekullit të ri. Ai u nderua me medalje presidenciale nga kreu i shtetit. Berisha denoncoi në Këshillin e Evropës qeverinë se po përpiqet sipas tij të manipulojë zgjedhjet. Pas kërkesës së tij, një grup i partive popullore europiane do të angazhohet për monitorimin e zgjedhjeve më 11 maj. Mbërrin nga Slovenia fletët e votimit për diasporën, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi deklaroi se nga 18 deri në 25 prill zarfet me fletën e votimit do të dorëzohen shqiptarëve në vendet ku jetojnë. Pas disa rasteve të hedhjes në treg të produkteve me salmonel, ka ardhur edhe largimi nga detyra e drejtorit të AKU-s së Tiranës. Qytetarët shprehen të shqetësuar për sigurinë ushqimore dhe kërkojnë rritjen e kontrollave. Vladimir Topiana është 43 vjeçari shqiptar i cili u vra nga një bashkëadetar i tij në Itali pas një debati mes tyre. Motivet janë ende të paqarta, por policia ka arritur të arrestojë autorin e këtij krimi. Presidenti amerikan theksoi se është i kënaqur me ndikimin që po sillin tarifat, ndërsa sipas tij nuk ka inflacion. Trump u shpreh bindur se Shtetet e Bashkuara do të mbledhin miliarda dollar nga vendet që abuzuan me vite. I hedhim një vështrim më të detajuar zhvillimeve kryesore të ditës. Kryeministri Edi Rama nga Izraeli tha se mbështet zgjidhjen me 2 shtete, por me Hamasin duket se nuk ka zgjidhje, duke i cilësuar anëtarët e kësaj organizate si nazistët e shekullit të ri. Kreu i qeverisë shqiptare u nderua me medalje presidenciale nga kreu i shtetit. Nazistë të shekullit të ri e ka cilësuar Hamasin kryeministri Edi Rama gjatë vizitës së tij në Izrael. Kreu i qeverisë thotë se Shqipëria është kraj i Izraelit, teksa thekson se për zgjidhjen e konfliktit me Hamasin mbështet formulën me 2 shtete. And we very much hope that in this new Shpresojmë që në këtë kohë të re të jemi në gjendje të ndërtojmë diçka jo aq të jashtëzakonshme sa çfarë bën gjyshërit tan, por në të njëjtën frymë vëllazërimi e bashkëpunimi që ndrojmë të patundur kraj Izraelit. Në këtë moment të vështirë ku ende ka njerëz në bodrumet mesjetare të Hamasit, Shqipëria ka qenë gjithmonë mbështetëse me 2 shtete, por në këndvështrimin ton nuk ka zgjidhje me Hamasin aty. Ndryshe nga çfarë janë përpjekur të tjerë të thonë, Hamasi nuk është lëvizje rezistence, por janë nazistët e shekullit të ri dhe historia na ka mësuar se me nazistët nuk ka paqe. And history taught us that with the Nazis there is no peace. Në një ceremoni të posaçme të organizuar në rezidencën presidenciale në Jeruzalem, kryeministri Edi Rama u nderua nga presidenti i Izraelit Isaac Herzog me medaljen presidenciale të nderit, i cili vlerësoi kontributin ndër vite të shqiptarëve në mbrojtje të hebrejve. The Albanian Code of Besa, the sacred pledge of honor. Kodi shqiptar i Besës, betimi i shenjtë i nderit, mbrojtjes dhe integritetit, ndihet mjaft i pranishëm në këtë holl. Besa ka udhëhequr kombin shqiptar dhe ka mbajtur pishtarin e dritës në emër të të gjithë njerëzimit në orë të tij më të errta gjatë Holokaustit. Populli shqiptar ishte një simbol nderi dhe kuraje. Me kuraj ata ju dhan strek grave, burrave hebrenj, të cilët arrëthesishin nga pjesë të tjera të Europës dhe duke bërë këtë, ndihmuan në mbrojtjen dhe ruajtjen e njerëzimit përballë krimeve më të mëdha midis qenieve njerëzore. Kjo thirrje integriteti e nderit, rrënjosur thellë në popullin tuaj, gjen njohon fort në udhëheqjen tuaj sot, gjen njohon në angazhimin tuaj ndaj tolerancës, humanizmit dhe drejtësisë sociale, gjen njohon në qëndrimin tuaj të pakompromis kundër antisemitizmit dhe urrëties. Medaljen presidenciale të nderit, kryeministri Rama tha se nuk e meriton vetëm ai personalisht, por i gjithë populli shqiptar. This incredible honor. Ky nder i jashtëzakonshëm nuk mund të jetë vetëm për mua, por e marr në emër të Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar, e mbi të gjitha në emër të gjithë shqiptarëve musliman e të krishterë, të cilët vunë veten e jetën në rrezik gjatë orëve më të errëta të historisë moderne dhe e kthyen vendin tim në të vetmin vend në Europë që e mbylli luftën e dytë botërore me më shumë hebrejnë se sa në fillim të saj. Then it started. Më parë me medaljen presidenciale të nderit nga Izraeli janë nderuar personalitete më të larta në botë si Barack Obama, Angela Merkel dhe Joe Biden.
Sali Berisha në Këshillin e Evropës ka denoncuar makinerinë politike të mazhorancës për të manipuluar zgjedhjet e 11 majit. Ai kërkoi nga Partitë Popullore Europiane angazhim për monitorimin e këtyre zgjedhjeve. Drejtuesi i këtij grupimi në Strasburg garantoi kreun opozitës për mbështetje. Partitë Popullore Evropiane kanë cilësuar mjaft shqetësuese situatën politike në Shqipëri në prag të hapjes zyrtare të fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ata premtuan se do të dërgojnë vëzhgues në fushatën elektorale si edhe në ditën e zgjedhjeve. Është me të vërtet shqetësuese situata politike në Shqipëri. Ju keni të gjithë mbështetjen tonë. Ne shpresojmë se ju do të keni sukses dhe do të fitoni zgjedhje ashme parlamentare. Ne do të monitorim nga afër këto zhvillime duke dërguar një numër të madh vëzhguesish edhe në ditën e zgjedhjeve. Ne duhet që të mbrojmë vullnetin e qytetarëve shqiptar, si dhe parimet e demokracisë. Në seancën dëgjimore në Këshillin e Evropës, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se gjithë makineria shtetërore e qeverisë është vënë në shërbim të manipulimit të rezultatit të zgjedhjeve. Kryeministri nuk po respekton asnjë nen të kodit elektoral. Kemi ministra që u thon vrasësve që unë do të bëj këtë, ju duhet bëni këtë për votat. Ne na duhet të luftojmë sepse në një diktaturë nuk ka asnjë opsion tjetër. Çfarëdo ndihme që mund t'i jap Këshilli i Evropës, ne ju jemi shumë mirënjohës. Pas 2 ditësh Parlamenti Evropian, Komisioni i Jashtëm, do organizojë një seancë dëgjimore për Shqipërinë. Ky shkëmbim mendimesh është një mesazh i mirë që i dërgojmë shqiptarëve për interesin tuaj të madh. Berisha u zotua para deputetëve të Partive Popullore Evropiane për zero tolerancë ndaj krimit, si e vetmja rrugë që Shqipëria të shpëtojë nga kjo situatë. Sa ka që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur punën për shpërndarjen e fletëve të votimit për diasporën. Detaje do të na i përcjell në këto momente në komunikim të drejtë për drejtë kolegja Klesiana Omerje. Klesi, tashmë kanë bëritur nga Slovenia fletët e votimit, si do të bëhet shpërndarja e tyre dhe në cilat shtete nisë fillimisht tek emigrantët? Po, Greta, kanë bërritur 245.953 fletë të votimit, të cilat do t'jenë në dispozicion për emigrantët shqiptarë, të cilët nga 85 shtetet të botës e kanë fituar të drejtën e votës për 11 majin. Fletët e votimit që u prodhuan në Sloveni, të para të fakt që u prodhuan ishin fletët për emigrantët, duke qenë se po në Sloveni do prodhohen edhe fletët për votuesit brenda vendit, por që për shkak të faktit që do duhet të dërgohen jashtë shtetit janë të parat që mbërritën tek Parku Olimpik, aty ku po punohet për grumbullimin e tyre dhe që do t'jetë një ambient që do të monitorohet me kamera 24 orë dhe ndërkohë po punohet nga administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për t'u dërguar në 85 shtete të botës ku jetojnë dhe punojnë shqiptarët prej vitesh. Ndërkohë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se deri në datën 22 prill do duhet të përfundojë procesi i dërgimit të fletëve të votimit në shtetet e Europës, ndërsa në kontinentet e tjera deri në datën 25 prill, ndërkohë për sa i përket mënyrës apo dhe si do të procedohet, emigrantët do të kenë në dispozicion deri në 3 ditë afat për të mbajtur në banesën e tyre zarfin, i cili do duhet të dorëzohet vetëm personit që ka mbi fletë emrin dhe mbiemrin e shkruar dhe askujt prej pjesëtarëve apo bashkëjetuesve të tjerë. Është një rregull i vendosur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe në bashkëpunim me posta ndërkombëtare dhe që do duhet që ky proces të bëhet në mënyrën e duhur dhe ndërkohë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përcaktuar se në zarfin ku do të jetë fleta e votimit do të ketë edhe një udhëzues. Por ndër të tjera në fakt për t'i thënë edhe në mënyrë më të detajuar se çfarë ka pikërisht në këto fletë votimi, kutitë të cilave janë vendosur tek Parku Olimpik, kur të hap zarfin zgjedhor, në fakt personi që do të votoj do të ketë një zarf plastik që ka të bëjë me kthimin e votës, ku do të vendoset sërish fleta e votimit pasi ta kesh ushtruar të drejtën e votës, një numërator me kontaktet e postës së shpejtë sipas shteteve, të cilin do duhet ta telefonojnë në fund për t'i dorëzuar zarfin pasi të ketë kryer procesin e votimit. Përveç fletës së votimit do të gjejë
gjithashtu një udhëzues më të detajuar se si duhet të plotësohet vleta e votimit dhe zarfi do të ketë një kod personal për secilin prej votuesve. Në fakt, postieri ka të drejtë dhe ka si detyrim në fakt të shkojë deri në 3 herë në banesën e personit për t'i dorëzuar fletën e votimit pikërisht personit që ka emrin mbi zarf, dhe në rast se nuk e gjen në banesë do të kontaktohet për të lënë një orar në mënyrë që të shmanget çdo mundësi tjetër që mund të çojë deri tek mosdorëzimi i votës tek personi që do të ketë zarfin. Ndërkohë, për sa i përket udhëzimeve, siç e nënvizova, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do kujdeset që në secilin prej zarfeve të ketë nga një udhëzim për të shmangur çdo mundësi që votat të jenë të paqarta apo të jenë të plotësuara nga gabim. Duke qenë se është që mos regjistrohen problematika, të ketë sa më shumë vota të vlefshme, ndërsa pritet që të mbërrinë në Shqipëri në ditë të ndryshme në fakt, pasi do të varet nga procedura apo shtetet apo largësia e secilit për shteteve nga të cilët kanë aplikuar emigrantët shqiptar, por deri në orën 19 të datës 11 maj do duhet që të gjithë fletët e votimit nga emigrantët që janë plotësuar të jenë dhe të kenë bërritur tek pikërisht këtu ku ndodhemi edhe ne, tek Parku Olimpik, në mënyrë që të bëhet procesi i votimit, numërimit, por çdo vot që mbërrin pas orës 19 nuk do të numërohet. Të paktën kështu është deklaruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi është edhe afati zyrtar ku përfundon procesi i votimit edhe për votuesit brenda vendit. Dhe pikërisht Klesi, ashtu siç e the dhe ti, pas përfundimit procesit të votimit, si do të procedohet me numërimin e votës e emigrantëve? Do të ketë një komisioner posaçëm të numërimit për votën e emigrantëve? Do të funksionojë njëjtë në fakt siç funksionon dhe MKZ-t e tjera përkatëse ku do të ndërveprohet në të gjithë vendin me procesin e numërimit, padyshim që do të ketë një vëzhgim më të detajuar edhe nga partitë politike, duke qenë se është një proces që po ndodh për herë të parë dhe që fokusi është pikërisht tek Parku Olimpik, aty ku do po grumbullohen si fillim dhe më pas do të numërohen, pasi gjithë procesi do të realizohet në këto ambiente, madje gjatë gjithë kësaj periudhe ku fletët e votimit do të jenë në Shqipëri, do të ketë një link dhe një hapësirë të dedikuar në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të parë dhe për të vëzhguar në çdo moment gjatë 24 orëve për sa i përket gjithë fletëve të votimit apo gjithë procesi që është duke u realizuar këtu, në mënyrë që të sigurohet transparencë e plot, për shkak se padyshim një zhvillim i cili po ndodh për herë të parë në Shqipëri dhe secila prej palëve ka skepticizmat e veta për mënyrën se si mund të realizohet apo pretendimet. Kështu që po punohet në mënyrë që të ketë transparencë, gjithsesi do mbetet për të parë se çfarë do të ndodh, pasi padyshim pjesa më e rëndësishme do të jetë plotësimi i fletës së votimit nga emigrantët dhe më pas mbërritja në Shqipëri. Procesi votimit. Falenderoj Klesi për gjitha detajet që përsollen, ndërkohë në vijim do të ndalemi me të tjera zhvillime. Pas disa rasteve të hedhjes në treg të produkteve të kontaminuar me salmonel, ka ardhur edhe largimi nga detyra e drejtorit të AKU-s së Tiranës, Fation Pasholli. Qytetarët shprehen të shqetësuar për sigurinë ushqimore, duke kërkuar rritjen e kontrolleve. Skandali futjes në treg të mishe të pulës me salmonel ka shkundur autoritetin kombëtar të ushqimit. Drejtori i AKU Tiranë, Fation Pasholli, ka dhënë dorëheqjen këtë të hënë, ndërkohë që në vend të tij është komanduar Alketa Hoxha, e cila ka mbajtur postin e drejtores juridike të AKU-s së përgjithshme. Mungesa e sigurisë ushqimore ka qenë kryefjala e këtyre ditëve të fundit. Viti 2025 ka nisur me një sër rastesh që kanë ngritur alarmin për sigurinë ushqimore, duke nisur me rastin e mandarinave me pesticide të rrezikshme që u kthyen në Shqipëri, por ndryshe nga sa u tha se u asgjësuan, në fakt kishin dalë në treg. Duke vijuar më pas me tonelatat e mishit që erdhin nga Brazili me salmonel, lule shtrytet greke që ishin me pesticide, por edhe me speca dhe qumshtin me vaj palme. Duke ngritur kështu një pikpyetje të madhe te konsumatorët për sigurinë e produkteve ushqimore, qoftë ato që prodhohen në vend edhe ato të importit.
Skandalet e 151-shme të mungesës së sigurisë ushqimore në vend kanë bërë që të shtohet paniku te konsumatorët, të cilët thonë se janë të pasigurt për çdo produkt që blejnë në vend, ndaj kërkojnë që nga autoritetet të bëhen kontrolle më të imtësishme. 100% nuk jemi sigurt. Me këto lajmet e fundit për luleshtrydhet, për specat. Po shikoja tani për luleshtrydhet, për zotin qefi më e ka, po e frikshme. Në kaos jemi edhe vetëm se i manim, se s'kemi çfarë të bëjmë. Të gjitha ne tani s'po manim dot as vezën as mishin e pulës, se kemi merak. Ti ke mishit pulës me tronditit. Qytetarët thonë se duhet të shtohen kontrollet si në dogana dhe te fermerët vendas. Në rast të parë te fermeri, në rast të dytë te dogana, që mos të fusin mallin vend e pallon. Ka dhe nga ata që kanë besim te produktet vendase. Unë çdo gjë, nëse nuk jam i sigurt, nuk e blej. Unë derisa e ble diçka me lekët e mia, punojmë gjitha, çdo gjë jam okay. Ndërkohë që tregtarët thonë jashtë kamerave se frikat e konsumatorët është e madhe, sidomos për luleshtrydhen. Edhe pse tashmë ka hyrë luleshtrydhja e vendit, ajo e lushnjës, nuk po blihet për shkak të alarmit të ngritur nga luleshtrydhet e importuara nga Greqia. Industria shqiptare e bimëve mjekësore dhe aromatike është në kërkim të tregjeve të reja për të eksportuar madhrat pas tarifës prej 10% të vendosura nga administrata Trump, ndërkohë që bizneset e këtij sektori kërkojnë një paket mbështetje nga qeveria. Tarifa globale prej 10% për importet dhe eksportet e vendosur nga presidenti Donald Trump për Shqipërinë do të krijojë vështirësi për industrinë e bimëve mjekësore dhe aromatike. Sipas kreut të shoqatës së kësaj industrie, eksportuesit shqiptar janë të detyruar të kërkojnë tregje të reja për shitjen e produkteve të tyre. Tashmon jemi në negociata, ne kemi filluar disa kompani dhe me Singaporin, dhe me Kinën, dhe me disa vende me Australinë, po dhe po, që përballë kësaj t'i shmangemi një farë mënyrë. Por Europa, si një dhe ju, është përfshi me 20% taks dhe mendoj që ma shumë det presioni kompanive europiane për të shtruar trusni për të ulë çmimet apo nga një kompani tek tuk për të abuzuar. Por a ka ndikim tarifa prej 10% në porosit e kryera më parë? Kontratat e lidhura nuk do ketë ndryshim, paktën çfarë kemi marrë konfirmimisht tani, dhe së dyti do diskutohet që kjo taks të ndahet në mes dy palëve. Tarifa globale prej 10% mund të çojë në ulje të kërkesës për produktet shqiptare dhe reduktim të vëllimit të eksporteve drejt SBA-s. Ndaj, industria e bimëve mjekësore dhe aromatike kërkon një paketë mbështetëse nga qeveria. Kreu i Komisionit të Prokurimeve Publike Jonajt Myzyri është paraqitur në Prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion, ai mbërriti në këtë institucion rreth orës 9 dhe qëndroi rreth 2 orë. Ende nuk dihet për arsyet e thirrjes së tij në organin e akuzës dhe se për çfarë ka dëshmuar. Pasi doli nga SPAK, ai nuk pranoi të jepte detaje për mediat. Vjojmë me të tjera lajme, vendi po përjeton dimër në pranverë pas ndërprerjes së rreshjeve të Borës përmirësohen kushtet e motit në veri dhe juglindje. Akset rrugore janë të qarkullueshme pa probleme, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të kenë kujdes nga ngricat. Përmirësohet situata nga moti i keq në vendin tonë. Në qarkun e Dibrës, rreshjet e Borës janë ndërprerë. Autoritetet njoftojnë se nuk ka probleme dhe akset nacionale janë të hapura, ndërsa këshillojnë drejtuesit e mjeteve që të përdorin goma dimërore, edhe në ato akse ku pati bllokime gjatë pasdites së të dielës, qarkullimi vijon normalisht. Nuk ka patur ndërprerje të energjisë elektrike. Rreshjet janë ndërprerë edhe në juglindje të vendit, megjithatë disa fshatra të thellë të qarkut janë të izoluar për shkak të trashësisë së Borës. Autoritetet po punojnë për hapjen e rrugëve, akset nacionale edhe ato drejt zonave turistike dhe Kapshticës janë të qarkullueshme pa problem. Ka problematika me furnizimin me energji elektrike dhe ekipet e OSHE-s janë në teren për të rregulluar defektet. Në veri të vendit rreshjet vijojnë në zonat malore të Shkodrës, megjithatë edhe qafa e Thores është e hapur, ndërsa qarkullohet vetëm me goma dimërore.
Nga ana tjetër, sinoptikanët thonë se temperatura e këtyre ditëve janë tipike të dimrit, por ato parashikojnë se nga e mërkura do të nisë rritja e tyre dhe gjatë javës moti do të jetë kryesisht me diell. Pas një fundjavë me rreshtje shiu dhe bore, fillimi i javës, sipas sinoptikanëve, do të mbizotrohet nga kushtet e qëndrueshme atmosferike. Pothuajse të gjithë javën territori shqiptar parashikohet të jetë mbizotërimi e intervaleve të gjata me kthjellime në orë të para të mëngjesit, ndërsa pasditet her pas here sjellin kalime të lehta të vranësirave, të cilat bëhen disi më të dukshme në pjesën e dytë të javës. Gjatë pasdites vonë të ditës së erë do të kemi mundësira për momente të pakta me rreshje të izoluara në zonat veriore dhe pjesërisht në zonat qendrore, rreshje të cilat do të jenë disi prezente edhe gjatë orëve të para të mëngjesit të ditës së premte. Një dimër të vogël e kanë konsideruar sinoptikanët këtë javë të 2 prillit, ku dita e hënë është dhe dita më e ftohtë, pasi termometri ka zbritur në -4 gradë Celsius. Por sipas parashikimeve, temperaturat e ajrit do të vinë duke u rritur gradualisht. Duke filluar nga dita e martë edhe në vim, do të kemi rritje graduale të temperaturave të ajrit, duke bërë që e minimumet ditën e nesërme të regjistrohen në -3 gradë Celsius, ndërsa maksimumet në vlerën 16 gradë Celsius, do të vijojë rritja e temperaturave të ajrit edhe në ditët fijuese, por më e ndjeshme do të jetë duke filluar nga dita e njëjtë dhe ditën e premte, duke bërë që maksimumet të gjiten shumë pranë vlerave 19 apo 20 gradë Celsius. Sipas meteorologëve, parametri i erës për gjatë kësaj jave nuk do të jetë shqetësues, ndërsa fundjava do të jetë me diell. Në Vlorë është zhvilluar një marshim sensibilizues në ditën universale të shëndetit. Studentë të infermierisë ofruan shërbime falas për qytetarët. Në ditën universale të shëndetit, studentë të Universitetit Ismail Qemali në Vlorë marshuan në bulevardin e qytetit. Studentë kryesisht të infermerisë ofruan shërbim mjekësor falas për qytetarët vlonjat, kryesisht u ofrua matja e tensionit dhe diabetit. Interesi përgjithsisht është nga moshat e treta, qytetarët bashkohen, janë të interesuar dhe sa po na shikojnë, afrohen për të marrë shërbimin falas. Të rinjt dhanë edhe mesazhin se duhet më shumë kujdes për shëndetin. Është i ideuar nga vetë në studentët dhe kjo është një thirrje për ruajtjen e shëndetit. Një aktivitet i tillë u zhvillua për herë të parë në qytetin bregdetar. Bashkia e Shkodrës ka nisur punën për transformimin e hyrjes së qytetit, parashikohet zgjerimi i rrugës dhe disa ndërhyrje të tjera urbane. Ndërhyrje të domosdoshme e cilësojnë qytetarët e Shkodrës investimin për hyrjen e re të qytetit. Sipas tyre, prej vitesh në këtë zonë nuk ishte vendor. Për zonën sumur të lloqë jena. Për si e mojnë mendon, që të pazuar javë të herë e kanë prish, e kanë gati. Pesh e kanë marrë me forcë me gati. Për fëmijë me lujt pa. Për mini futboll, basketbol, volleyball, shëtitore, për tanaman. A rjesë zakonisht jam mirë. Unë jam shumë i kënaqur si pa bëhet i kem rregullim. Duhet më bë inshallah sa më parë. Se Shkodra i këtë kënaqësi ka i do. Pa diskutim vonë është, po më mirë vonë se kur. Pa diskutueshme, po ku mi çu fëmijët na. Kena me vetëm lokale me fëmijë të ndohanit. Më herët u prishën objektet pa leje në këtë zonë dhe tani ka nisur puna për zbatimin e projektit që parashikon zgjerimin e rrugës, ndërhyrje në trotuare si dhe hapësira të gjelbërta. Shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas ka nisur nga Podgorica turin e saj ballkanik që kur mori detyrën. Të martën, Kallas do të jetë në Tiranë, ku do të kryesojë forumin e parë të dialogut të sigurisë me vendin tonë dhe do të marrë pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes financiare për ndërtimin e kurudës Durrës-Rogozhi. Mali zi synon që deri në fund të presidencës polake të Bashkimit Evropian të mbyllë sa më shumë kapituj të negociatave, në mënyrë që të mbetet i pari në mesin e shteteve kandidate për antarësim.
Këtë deklaroi kryeministri Miljo Kospajq pas takimit me shefin e diplomacisë evropiane Kaja Kallas në vizitën e parë që ajo realizoi në Podgoricë në nisje të turit ballkanik. I gjendur përballë kritikave të opozitës për projektet zhvillimore në plazhin e Ulqinit, kryeministri malazez ju referua edhe projekteve që Emiratet e Bashkuara po zhvillojnë në Shqipëri. Govoreći o investicijama Emirata i u Albaniji. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë bashkëpunime të ngjashme me shtetet anëtare të BE-s, si dhe me Shqipërinë dhe shtetet të tjera në rajon. Ne kemi nisur konsultimet me opozitën për marrëveshjen me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe interesi i tyre është pozitiv. Interesi ekonomik për investime në vendin ton është i rëndësishëm. Ju e kemi bërë të ditur këto marrëveshje partnerëve tanë evropian. Mali i Zi ka bërë përparim breslënës në rrugën drejt BE-s. Ne mirëpresim angazhimin tuaj për reforma. Siç e dini, nuk ka rrugë të shkurtra, por këto reforma duhet që të zbatohen në praktik. Jam krenare që BE-ja ndihmoi në arritjen e marrëveshjes mes qeverisë dhe opozitës, që lejon parlamentin të vazhdojë të funksionojë normalisht. Kallas tha se 26 milionë euro nga plani i rritjes për rajonin do të jepen për Malin e Zi gjatë këtij muaji. Bashkimi Evropian ka akorduar një paketë mbështetje për ushtrinë malazeze me vlerë 6 milionë euro. Të martën Kallas do të jetë në Tiranë, ku do të zhvillojë takime me presidentin Begaj dhe kryeministin Rama. Ajo do të kryesojë forumin e parë të dialogut të sigurisë, si dhe do të marrë pjesën në nënshkrimin e marrëveshjes financiare për ndërtimin e ekurrudhës Durrës-Rogozhin. Presidenti amerikan në një reagim në rrjetet sociale theksoi se është i kënaqur me ndikimin që po sillin tarifat, ndërsa sipas tij nuk ka inflacion. Ai shpreh i bindur se Shtetet e Bashkuara do të mbledhin miliarda dollar nga vendet që kanë abuzuar me vite. Indekset kryesore të aksioneve ranë në pikën e tyre më të ulët pasi presidenti i SBA-s Donald Trump nuk tregoi asnjë shenjë tërheqje nga planet e tij gjithëpërfshirëse tarifore. Rënje drastike u shënua këtë të hënë edhe në tregjet aziatike. Nëpërmjet një postimi në rrjetin e tij social, Trump mbrojti sërish tarifat e tij. Çmimet e naftës janë në rënje, normat e interesit janë ulur, Rezerva Federale duhet të ulë normat e interesit, çmimet e ushqimeve janë ulur, nuk ka inflacion dhe SBA-ja e abuzuar prej kohësh, po sjell miliarda dollar në javë nga vendet për të cilat tarifat janë tashmë në fuqi. Nga ana tjetër, investitorët kanë paralajmëruar se rreziku në rritje e recesionit mund të bëjë që Rezerva Federale të ulë normat e interesit në muajin maj. Tregjet e aksioneve kanë parë disa nga rënjet më të mëdha deri më tani në Evropë. Ndër të tjera, presidenti amerikan u shpreh se SBA-ja ka deficite masive financiare me Kinën, Bashkimin Evropian dhe shumë të tjerë, dhe e vetmja mënyrë se si mund të kurohet ky problem është me tarifa. Ai deklaroi se ka folur me liderët evropian dhe aziatik për tarifat e vendosura nga administrata e tij. Këshilltarët kryesor ekonomik të Trump i shohin tarifat si një ripozicionim të zgjuar të SBA-s në rendin e tregtisë globale. Ekonomistët e JP Morgan tani vlerësojnë se tarifat do të kenë një rënje të prodhimit të brendshëm bruto të SBA-s gjatë gjithë vitit me 0.3% nga një vlerësim i mëparshëm prej 1.3% rritje. Frika nga recensioni ekonomik dhe rritja e inflacionit në tregjet globale ka sjellë uljen e çmimit të naftës me mbi 4%. Ekspertët thonë se luhatjet ndodhin për shkak të tarifave të SBA-ve dhe frikës së një lufte tregtare mes shteteve me ekonomi të zhvilluar. Indekset kryesore të aksioneve ranë në pikën e tyre më të ulët pasi presidenti amerikan Donald Trump nuk tregoi asnjë shenjë tërheqjeje nga planet e tij gjithëpërfshirëse tarifore. Investitorët kanë paralajmëruar se rreziku i një recesioni mund të bëjë që Rezerva Federale të ulë normat e interesit në muajin maj. Tregjet e aksioneve kanë parë disa nga rënjet më të mëdha deri më tani në Europë. Në Gjermani, Commerzbank dhe Deutsche Bank kanë rënë të dyja me nga 10%. Ndërhumbësit më të mëdhenj janë gjigantët bankar britanik. Rënje drastike u shënua gjithashtu edhe në tregjet aziatike. Presidenti amerikan Donald Trump, duke folur me gazetarët në bordin e Air Force One, u shpreh se do të bënte një marrëveshje nëse nuk zgjidhet deficiti tregtar me Kinën. Ne kemi deficite masive financiare me Kinën, Bashkimin Evropian dhe shumë të tjerë. E vetmja mënyrë se si mund të kurohet ky problem është me tarifa, të cilat tani po sjellin 10 miliarda dollar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo ditë njerëzit do kuptojnë se tarifat për Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një gjë shumë e bukur. Ai shtoi se ka folur me liderët europian dhe aziatik për tarifat e vendosura nga administrata e tij. Këshilltarët kryesor ekonomik të Trump janë përpjekur të portretizojnë tarifat si një ripozicionim të zgjuar të SBA-s në rendin e tregtisë globale. Sekretari i Thesarit Scott Bessent
Tha se më shumë se 50 vende kishin filluar negociatat me SBA-n që nga njoftimi së mërkurës së kaluar. Gjithashtu edhe sekretari i tregtisë, Howard Lutnick, u shpreh se tarifa do të mbeten në fuqi. Ekonomistët e JP Morgan tani vlerësojnë se tarifa do të kenë një rënje të prodhimit të brendshëm bruto të SBA-s gjatë gjithë vitit me 0.3% nga një vlerësim i mëparshëm me 1.3%. Ushtria izraelite ka sulmuar një ambient ku ishin strahuar gazetarët jashtë spitaleve në Gaza, duke vrarë një prej tyre dhe plagosur disa të tjerë. Ndërkohë nuk janë ndalur bombardimet izraelite edhe në jug të Libanit. Izraeli goditi strehëse të improvizuara jashtë 2 spitaleve kryesore në rripin e Gazës, duke vrarë të paktën 13 persona, mes tyre një reporter dhe duke plagosur 10 të tjerë përfshirë dhe gazetar. Ushtria izraelite sulmoi një tent ku ishin strehuar gazetarët jashtë spitalit Nasser në Khan Yunis, duke vrarë Yusuf Al-Fakawi, një reporter i Palestinë Today TV. Sipas raportimeve, 2 nga 6 reporterët e plagosur janë në gjendje kritike. Në disa bombardime të mëparshme, ushtria izraelite vrau më shumë se 57 njerëz dhe urdhëroi banorët e 5 lagjeve në Deir el-Bala qendrore të largoheshin. Ndërkaq, një dron izraelit goditi qytetin jugor libanez të Baje, në mes të një vali të re sulmesh që kërcënojnë armëpushimin në rënd dakord mes Izraelit dhe Hezbollahut 4 muaj më parë. Nga ana tjetër, në sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara mbeten të vrarë 4 persona në Sanat e Yemenit, duke lënë të plagosur 10 persona, mes tyre gra dhe fëmijë. 10 njerëz në Yemen janë vrarë në sulmet e fundit të SBA-s, që kur Trump urdhëroi rifillimin e sulmeve muajin e kaluar.